Deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula njoftoi përmes një reagimi në rrjetet sociale se nuk do të jetë pjesë e listës së kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 11 majit, as në listën e hapur dhe as për atë të mbyllur. Sula shprehu se ky vendim nuk lidhet me mbështetjen që ka në radhë të demokratëve në Elbasan dhe as me performancën e tij si deputet aktiv. Ai tha se vendimi është marrë për faktin se ai është mbështetës i SPAK-u duke mbrojtur reformën në drejtësi dhe veprimet e këtij institucioni. Të dashur miq, sapo jam njoftuar se nuk do të jem pjesë e listës së të kandidatëve për deputet Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit për një arsye të vetme, sepse jam skapist. Për asnjë moment gjatë kësaj legjislature nuk kam vënë në dyshim vetëm një gjë, mbështetjen time në çdo dalje në foltorin e parlamentit të strukturat të reformës në drejtësi, SPAK dhe GJKK-s. Kam besuar dhe vazhdoj të besoj se ata po vazhdojnë të bëjnë një shërbim të madh këtij vendi, duke futur në burg njerëz me pushtet që pak vite më parë as nuk mund të mendoheshin se do të ishin në këtë situatë. Në reagimin e tij, Sula theksoi se nuk ndjen keqardhje për veten, po për demokratët e qarkut të Elbasanit, duke theksuar se ata mund të kenë gabuar në llogaritë e tyre për zgjedhjen e kandidatëve. Kam edhe një mesazh për ata që janë gujuar në kull e po bëjnë listën e qarkut të Elbasanit. Jo kushdo që futet në atë listë të mbyllur mund të gëzojë votat demokratëve të Elbasanit, Peqinit, Cerrikut, Belshit dhe Gramshit. Keq më vjen, por nuk e keni bërë mirë llogarit. Dashnor Sula është një deputet që ka pasur një histori të gjatë politike dhe u rikthye në kuvend pas zgjedhjeve të vitit 2021.